Dëshira jeme është aty ku jam të punu, jam mentore për zhvillim personal, më ju ndihmu shumë njerëzve edhe me arritën me një fazë tjetës që sa ma shumë mi nxjerr njerëzit për situatave më të rënda, ankthi, depresioni, me që ata mirem edhe që kjo është qëllimi jem jetësor. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je, e mirë? Mirë, faleminderit, mas mirë tim botë. Je mirë, jemi për emisioni 05, jam sheshën e Ferizajt për pyetjen. Ku kemi kalu pushimet verore? Në Greqi, Greqi. Cilin vend sakse? Asprovalta. Pse e ke zgjedhë, është hera por? Jo, është hera dytë, vjetë kam qenë, jo, kam qenë për para, ama në Asprovalta është hera e parë. Vjetë edhe si vjetë hera e dytë. Më ka pëlqy shumë. Do të thonë kalon për shtypje. Po. Me çmime çysh kanë qenë? Me çmime si në Shqipëri njësoj, njëjtë, po. Po. Apo më tregon cila është dëshira jote për këtë vit? Ke ndonjë dëshirë? Po, dëshira, non stop na kena dëshira, më varet qëllimin ku e kena. Për momentin, dëshira jeme është aty ku jam të punu, jam mentore për zhvillim personal, më ju ndihmu shumë njerëzve edhe me arritën me një fazë tjetës që sa ma shumë mi nxjerr njerëzit për situatave më të rënda, ankthi, depresioni, me që ata mirem edhe që kjo është qëllimi jem jetësor. Në rregull, po më vjen mirë për këta. Apo na tregon ndonjë rast që e ke ndihmu, e ke nxjerr prej kësaj krize ndonjë person? Mund është me ndo për shikuesit edhe ndonjë këshill si duhet me u kalu tjetër. Tash kështu, unë jam për momentin, jam pjesë e stafit të Valentinës, Valentina Regja Academy, që merret me zhvillim personal dhe aty ne kemi mbi 400-500 veta që ne i ndihmojmë, do me thonë ndjekin trajnimet tona, kurset tona. Për momentin veç sot kam pas dikun 5-6 raste me atak paniku, ku normal nëpërmjet telefonit me këshillat tona, me momente si duhet me marrë frymëmarrje, ku duhet me fokusu, qysh me dalë për asaj gjendje. Ndihmojmë na drejtim, gjithashtu trajnimet janë për me programu trunin, me programu në vetdijen për një jetë më të mirë. Me thonë, mos me jetu në të kalumën, mos me jetu të problemet, po non-stop për diçka më të mirë edhe për qëllime më të mëdha në jetë. Në rregull, edhe këto në fund ta kuptojmë si një këshill për gjithë ata që e pon këtë intervistë. Unë ju sugjeroj secili që ka nevojë për ndihmë, mos hezitoje, do me thonë, le të kërkojë ndihmë se ne jemi aty edhe ndihmojmë shumë. Faleminderit shumë, kënaqësi që u takuam. Je mirë.